forca i Greg Gibsonin, kryetrajnerin amerikan, për edhe organizimin e aksionit e parë në ndeshje për klubin vendas. Dukes, ja, kombinimi shumë i mirë, pik të leta për Kakrukin. Edhe pikët e para në ndeshje, janë në plan të parë edhe time out, një pauzë shkurtër për të kthyer prapë. Asneti. Dukes në shpejt. Ja, Kramer është i lirë. Dukes. Për Kramer do të pik të leta, mungon rotacionin në mbrojtjen e Pejës. E topin e Kollapi në fund nuk arrin ta mbaj. Adrio Bailey. Pasimi prapa për Dukes. Dhe më pas Kramer që bën prerjen dhe përplas topin e kot. Dhe këthen e vërsi skuadra Sigal Prishtinës. 28-27. Bailey. Ja, një pas jam shumë i mirë nga Dukes për Arber Sinanin. Që ja përmendojmë me një apenandë, rosa i bukur aksioni. Dukes për Kakrukin. Dukes, dalet për 3. Shannon Dukes. Pikët e para, ku ka 3 asiste. Ka në të dytën. Kramer për Dukes, pasimi për para për Sinanin, në leja Sinanin, pika 4, për arë për Sinanin. Dukes, dalet për 2, Shannon Dukes. 54-57. Ja, pasimi për Dukes. Dukes provon një floater, përdor tabela më të shënuar. Khalil Dukes. Nga Mala, Sinani me rebound në mbrojtje. Clarence. Ja, tranzicioni Prishtinës. Dukes provon me njerë, edhe Aishanon. 65-71. Khalil Dukes. Dukes. 8 sekonda, Dukes. 10 është të vërësia Pejës. Sinani shkon vetë, Sinani në lejap, Shannon. Arber Sinani. Clarence. Në shpecisur më për para Prishtina. Clarence. Pasimi për Dukes. Dukes mashtrojnë një kundërshtar. Dukes nga ana, shprovon për 3. Dukes, Shannon. 78-81. Si që ta shkryen edhe më tepër rezultatin Prishtinasit, por jo të vëmendshëm. Në anën tjetër nuk qëlloj Bardh Rexha. Ka marrë kërcimin Altin Morina, niset në sulm. Prishtinasit, Khalil Dukes gjuan për 3 pike realizon. Kemi zënë sa e shojme një treshë në Khalil Dukes që barazoj rezultatin në 8-8. Teksa në lopë nuk qëllon nga vija i gjuajtjes e lire, devion ato Altin Morina tek Khalil Dukes. Ka vazhduar sulmin e skuadrës Sigal Prishtinës. Bukur ai topi Dukes për Adrio Bailey, i cili me ngulitje përfundon aksionin e Prishtinasve. Mjaft mire pa në kosh që është duke u liruar Dukes. Bailey e ky i fundit nuk falë në këto raste. Edhe mundësi për Sigal Prishtinën të shkërien edhe më tepër rezultatin kryesisht në këtë çerek të parë
Pasur iniciativën skuadra e Rahovecit. Bukura i top tek Valmir Kakruki. Vjen një akcion është anash Dux e këta në loj. Morina të Khalil Dux, i cili realizon nga avërsia. Dux të Kelvin Kramer, i cili i realizon pikët e ti të para. Shojmë njerë ngulitjen e Kramer. 27 me 24. Dux të vërtan e është i sakt. Khalil Dux e barazon rezultatin. Me të vërtet loj fantastike po zhvillohet rezultati edhe njëherë barazisht e Rahovecit në avantazh. U rikthye Prishtina. Tashmë e njerë barazojnë rezultatin vendasit teksa e shfrytëzon këtë sulm Khalil Dux për të realizuar atë të ketë përgjigje nga Aizia Omi Pegio. Dux Bailey, Khalil Dux tenton për 3 pik. Vjen treshja e Khalil Dux. Adrio Bailey 9 pik, duhet edhe 1 pik për dy shifrorën e tij të dyfishini. Presionin në mbrojtje, edhe një top i vjedhur. Elijah Clarence, Khalil Dux për 3 pik realizon. 34-52 shpërthen si gal Prishtina në qerekun e tretë për të u shkëputur në rezultat. Shpërthimi i bardhë e kaltërve erdhi në qerekun e tretë tashmë. 3 minuta e 26 sekonda janë deri në përfundim të këtij qereku dhe edhe më tej as një pik e realizuar. 24-53. Tani vjen përgjigje e Rahovecit që nuk dorëzohet pavarësisht shkëputjes si gal Prishtinës në plus 18. Khalil Dux është në vjen e gjuajtjes së lirë, koç është mësi më i mirë tek si gal Prishtina me 15 pik. Hera e parë që ndodhet në vjen e gjuajtjes së lirë. E qëllon tentimin e parë. Pika e 16 e ti, e rikthehet e përsia dy shifrore për 24 me 54. Shojmë edhe statistikat, 16 pik, 5 asistime, 1 kërcim, pika e 17. Kampionit dhe nën kampionit, nesër mbrëma, Trepça Bashkimi, nga ora 17 në palestrën Minatori. Kurse këtë gjera do të ambyll duelin ndërmjet Golden Eagle Yllit dhe vllazënimit në Therand. Definitivisht të gjitha ndeshjet janë interesante, teksa qereku i 4 nis këtu me treshën e Khalil Dux. Për Gjullësin i cili e shmonton koshin për 11 me 14. Edhe 100 sekonda loj në qerekun e parë. Dux është në loj, shkon atje, por mrekulli, fluturon në lartësi edhe shmonton koshin. 1 sekonda, Bailey ishte mbret i parketit sonte në qerekun e parë të derbit të Kryeqytetit, realizoi 10 pik nga referi Haxhani se ishte simulim. Dux për dhe vjen treshja e DeAndre Burnsit.
barazohet me Adrio Bejlin, ndërsa në anën tjetër Bora e rikthen atë përsin maksimale prej 7 pikëve të cilën e pat në qerekun e parë. Burns për Dukesin, Don Poloshka nga një pozitë e vështirë në çastet shumë kritik. Edhe njëherë Dukes për mrekulli, lëvizje mashtruese e tij e gjuajtjes. Ja ku vjen treshja në çastet vendimtare, 3 pikë për t'u afruar në 3 pikë. Dhe për Hasbrookun, i cili nga një situatë e vështirë, bukur atje nga plani i dytë, nga prapa Kramer e merr Burns, e tani funksionon alley-oop. Burns më në fund e shfrytëzon 7 lartësinë e Kramer, ekzekutimi i gjuajtjeve të lira 100% të saktë nga 7 tentime, 7 shënime. Adhurues të basketbollit plus 12 për treçën pas 20 minutave të para. Është ky klasiko i dytë i basketbollit kosovar. Shkojmë me pushim e më pas kthehemi përsëri konda për këtë sulm të Prishtinës, e cila po detyrohet që të tentojnë nga situata shumë të vështira. 8-6 i të mërkurës këtu, ku me vërtet pam një natë fantastike me 30 treshe të shënuara, 17 Golden Eagle Ylli, 13 trepsha. Ishte një dy luftimi snajperistave. Dukes atje realizon e barazon rezultatin 8-8 dhe ndalet në mënyrë të palijuar. Edhe për Dukesin janë këto pikët e para. Burns, Dukes, Haxhosa e Kramer nga 2 secili. Kanë shpërndar pikët. Me treshe për 29 me 23 treshja e dy tani. Përgjigjet edhe Dukes në anën tjetër tani. Alicante, Caceres dhe Lejda. Realizon për 39 me 26. E përsia më e lartë deri tash prej plus 13 pikëve, kur kanë mbetur edhe 1 minutë e 26. Përgjigjet në anën tjetër pas një kohë të gjatë, pikë pas 3 minutë. I cili gabim në pasimi Hasbrookut, i vjen topi në dorë Dionit. Dioni, i cili ka 4 personale dhe megjithatë po insiston që ta mbajë në lojë trajneri Kakiusis, nuk ka alternativë. Pick and roll i ti mirë, po nuk e pason topin Halil Dukes dhe Elijah Clarence realizon treshën. I portokallës zënjëve, Shorter gjuan nga gjysmë distanca, nuk arriti të realizon. Dukes ka nisur ndeshja me ritëm të ulët. Nuk qëlloj Dukes, gjithsesi pikët do të pranohet, duket që ka pasur prekje. Armstead. Dukes. Khalil Dukes. Edhe Cousins shkakton faul në këtë moment kur tentoi të bllokon gjuajtjen e Dukes. Qëllon nga vija gjuajtjes së lirë Khalil Dukes. Pika e tretë e tij, sa i shohim Mariana Zemin dhe DeAndre Burns, të cilën definitivisht po i mungoi shumë krejt qytetasve. Fundim të qereku të tretë. Rina tek Dukes. Tjetër personali duke që është Isaiah Cousins, i cili ka shkaktuar faul. Gjuajtje të lirë ka qelluar dhe është 3-0 nga loja. E qëllon gjuajtjen e lirë Khalil Dukes, pika 5.
shortër edhe njeri sakt. Është në momentum i ti. Faul i Janjevës. Ullur Isaiah Cousins tek skuadra e bashkimit bashkë me Dequan Lakeun për pushuar Khalil Dukes vazhdon të jetë i sakt nga vija e gjuajtjes së lirë. Dukes Khalil Dukes gjuan për 3 pikë realizon. Premtues tashmë i besoj trajneri Igor Jovovic arrin të gjuan Kakruki nën kosh. Dukes në ndërtimin realizon edhe Khalil Dukes. E lejsonit Tari i tret me pikë 2 shifrore të bashkimi pas dyshe shortër e në vamu që të dyme nga 21 pikë. Dukes në anën tjetër nga gjysmë distanca është i sakt 15 pikë të Khalil Dukes. Bunjaku ka shkaktuar faul në sulm. Ngriti kraun Bunjaku. Gjatë këtij depërtimi ky është momenti kur e shtyu Khalil Dukesin. Pikët e para për 84 me 61 ka faul. 2 lira për Khalil Dukes. Qëllon tentimin e parë. 7-7 nga vija e gjuajtjes së lirë, 16 pikë të tij. 17 i ka Elijah Clarence, 12 galluari të kësi Gajt Prishtina. Edhe njeri sakt Dukes. Fillit 3-0. Dukes. Antej Dukes. Tek Kramer, i cili realizon kjo pozit për të barazuar gjithçka në 6-6, kur kanë kaluar 3 minutat e para të kësaj përballjeje. Scott. Valet të kthen. Scott. Realizon airball edhe nga Aj. Sfarku në kushit nuk e prek se Gupti Spejës. Tashmë është krijuar një shkëputje në të mirë të vendasve trim, që ka marrë kontrollin e ndeshjes 34-28 nga gjysmë distanca. Bamford. Shoshi dalet të i me tabel të realizon, por nuk arriti të kësa arrin të marrin këtë top Prishtinasit me Clarence bukur në arën tjetër që shkon deri në fund. Antoine Scottit, gjuajtjen e lirë të cilën nuk ja kishin dhënë gjatë pjesës së pare. Kjo gjuajtje pikërisht e barazoi rezultatin në 44-44 për sartuar në pjesën e dytë gjithçka baraz. Dukes për 3 nuk qëllojnë parën edhe një herë tenton. Në të dytën e përmirëson vetën, realizon për 3 pikë.
Shtabi vjedhur i kryeqytetase tashmë të vëmendshëm në mbrojtje. Zemërina të shkon vetë, deri në fund, bam topi. Hyrje doli pa fat kapiteni. Marina tek Bailey. Bukur të ka Gjosaj, ka Lil Dux për 3 aksioni bukur definitivisht i Sigal Prishtinës kë.